Ribotohet për herë të katërt themeluesi i leadershipi Ismail Qemalit, mora me dy duar burrimin dhe durimin duke pasur shpresë te Zoti, morë udhën e mundimeve. Ismail Qemal Vlora. Votimi 4 e librit themeluesi leadershipi Ismail Qemal Vlorës vjen një çast ku leadershipi vërtet mbet një nevojë urgjente për shoqërinë shqiptare. Ky libër nis pikërisht aty ku udhëheqja është më e nevojshme në pasigurinë e heshtje në historinë që ende pret të shkruhet. Pas 3 botimeve të suksesshme dhe vlerësimit me çmimin libri më i mirë studimor i vitit 2022, libri themeluesi leadershipi Ismail Qemalit me autor Evarist Beqirin është tashmë në qarkullim të edicionin e 4. Kjo vepër e veçantë e ndërtuar mbi ulëmtim historik, analizë politike dhe frymëzim strategjik sjell një rishikim modern të figurës Ismail Qemalit, jo vetëm si themeluesi i shtetit shqiptar, por si model udhëheqësie me vlera evropiane dhe shpirt republikan. Edicioni i 4 është përditësuar nga shtëpia Filara dhe tregon fakte të reja të jetës së Ismail Qemalit. Autori Evarist Beqiri, jurist, studiues, pedagog dhe ish funksionar i lartë i Shishit, shoqëron analizën me reflektime bashkëkohore mbi udhëheqësinë.